Një sfidë që vjen në një moment të reflektimi për ekipin kombëtar dhe për të ardhmen e stolit kuqezi. Zoti Byrja, pas humbjes me Poloninë, kjo miqësore me Ukrainën duket më shumë si një ndeshje krenarie. A është një test për të ardhmen apo thjesht si një plaster psikologjik për tifozët? Jo, shiko, unë mendoj që është një ndeshje që duhet të mbaruar, sepse ka qenë planifikuar për të zhvilluar si ndeshje, dhe më shumë po presin të pakën, mendoj unë drejtuesit tanë që ta mbylli si ndeshje dhe pastaj filloj një frymë re, mendoj. Po ajo gjë që s'më pëlqyer nga deklarata e njëri që jep një lloj rëndësie kësaj ndeshje, që domethënë do të na hedhë hiçive më shumë dhe për të na vënë në gjumë kur thotë që na pret një ndeshje e rëndësishme kundra Ukrainës. Domethënë që për mendimin tim dhe lojtarët vetë me atë zhgënjim që kanë marrë mezi po presin që ta mbyllin si ndeshje dhe të largohen. Që nuk besoj se do ketë ndonjë benefit shumë të madh kjo ndeshje. Unë mendoj që edhe gjysma e ekipit besoj do pushoj, mund të luajnë lojtarët që kanë qenë në stolin ndeshjen kundra Polonisë, që në tërësi mendoj që është një ndeshje thjesht për të bërë dhe ta mbyllim sa më shpejt si ndeshje, mendoj unë. Zoti Byrja, nëse Shqipëria fiton këtë ndeshje, a mund të konsiderohet si një reagim i vërtet i skuadrës apo thjesht një fitore që nuk ndryshon shumë pas zhgënjimit me Poloninë? Po shiko, nuk mendoj që është një ndeshje që do të shikohet fitoria apo loja. Unë mendoj që do jetë më shumë për ato lojtarë që nuk kanë luajtur për të marrur sa më shumë minutat ato dhe për të parë disa lojtarë të rinj pak në këtë grumbullim janë thirrur. Edhe mendoj që më shumë do jetë një test për këto lojtarë dhe për ato lojtarë që kanë më pak ndeshje, të paktën nga koha e Silvinjës në ekipin kombëtar. Që mendoj në tërësi do jetë një ndeshje thjesht për të bërë, siç thash në fillim. Thjesht një ndeshje që duhet ta zhvillojmë, sepse ka qenë planifikuar më përpara dhe hajde ta mbarojmë si ndeshje. Ndeshja me Ukrainën mund të jetë ndër të fundit për trajnerin Sylvino, pasi kontrata i përfundon në muajin korrik. A e konsideroni ju, zoti Byrja, këtë projekt të dështuar apo një cikël që thjesht po mbyllet? Jo, një projekt të dështuar nuk mund ta quaj, sepse me Silvinion kemi shkuar në Europian, kemi bërë ndeshje jashtëzakonisht të mira, kemi bërë të fitore të mëdha si kundra Serbisë, kemi bërë një ndeshje kundra Italisë dhe Kroacisë që realisht ishin për vitrinë, kemi fituar në Turqi, domethënë kemi bërë ndeshje të mira në përgjithësi. Po ajo që unë mendoj është që siç e thatë dhe ju, që është fundi ciklit, nuk mendoj se Silvino ka çfarë t'i japi më këtij ekipi. Unë kam thënë dhe më përpara që mbas Europianit Silvino ka dashur një marsh tjetër për skuadrën, një zhvillim tjetër të futbollit të tij që ka Silvino, kështu që ai marsh tjetër akoma nuk e ka sjellë në ekipin ton. Jemi për ekipi që gjithkohës mbrojnë. Nuk kemi ai ekip që neve duhet të marrim topin, ta kemi ne në zotrim lojën dhe jo ekipin kundërshtar. E them këtë dhe bazoj këtë në lojtarët që janë brenda skuadrës, sepse realisht ne në këtë kombëtar që kemi këto lojtarë që mund ta marrin topin shumë mirë dhe mund ta zhvillojmë në lojën dhe jo të jemi ekip pric. Ashtu siç e kam thënë që mund të jemi një ekip ofensiv, sepse kemi edhe lojtarë që ne kanë futbollin ofensiv dhe lojtarë që janë të shpejtë për zona dhe korridorët në futbollin modern, kështu që Silvino nuk është se ka ndryshuar këtë gjë, ka qenë shumë i brenda kornizave vetë, po mos më dalë në aventurë. Unë mendoj që është një trajner që nuk mund ta ngretë të hapin më shumë, dhe mendoj deri këtu është hapi i tij, dhe unë mendoj se edhe cikli i Silvinos për këtë ekip kombëtar që kemi dhe për këtë brez që kemi, patjetër mendoj unë gjithmonë në atë qiejn time për futbollin, mendoj që duhet ta mbyllë dhe të vi një frymë e re dhe të na sjellë futboll më modern. Zoti Byrja, nëse do të ishte vendimi në dorën tuaj, do ta rinovonit kontratën e Sylvino apo është momenti për një epokë të re në stolin e kombëtares? Jo, thash dhe pak më lart. Unë mendoj që ekipi jon kombëtar ka një brez të ardhur. Ky brez i ardhur do të ketë një trajner që duhet i çojë më përpara dhe jo të luajmë futboll me episode siç kemi munduar ta bëjmë me Silvinion. Kemi një brez që realisht duhet ta shfrytëzojmë për mirë për ekipin ton kombëtar.
për të realizuar këtë ëndrat e mëdha të Europianit dhe botrorit. Kështu që ky grup ka nevojë për një frym të re dhe për një trajner më sulmues dhe një trajner pak më siç mund ta themi pak më rezultativ në këto ndeshjet kryesore, sepse nëse mund ta prek pak ndeshje kundër Polonisë, ishte një ekip që vetëm na qëndroi mbrapa, edhe ne vazhduam që ndrojmë akoma më mbrapa se Polonisë. Domethënë mundon na letën shumë hapësira dhe ne nuk i shfrytëzuam dot hapësirë. Kështu që mendoj që edhe po të ishte dorën time, patjetër që do të jetë një trajner të ri, edhe pse shpesh e them në ambient sportiv apo qoftë me miqtë e mi futbollista që për momenti kemi një kombëtar që duhet trajner me emër, dhe jo më një trajner që të vi edhe të bëj me gjithë respektin të bëj shkollën apo të futet në treg sërish nga ekipi kombëtar. Ndërkohë, vëmendja në rajon është edhe në Kosovë. Kosova është vetëm një ndeshje larg botërorit përballë Turqisë. Nëse kjo ndodh, a do të ishte një nga historitë më të mëdha të futbollit në rajon? Po patjetër, Kosova pothuajse ka bërë gjysmëhapi historik, një ekip jashtëzakonisht shumë i mirë, një ekip shumë i kompletuar, një ekip sulmues, brenda Slovakisë dhe luan një futboll ofensiv, gjë që neve na mungon këtë gjë, shënon 4 gola, 2 herë është në dizavantazh, e kthen ndeshjen me parazon 2 herë dhe e kthen në favorin e vet. Unë mendoj që është skuadër shumë e kompletuar, patjetër ka një ekip shumë fort si Turqia përballë, po në këtë ndeshje unë mendoj që shumë do jetë pjesa se si kanë ardhur ekipet deri këtu dhe Kosova është me moral jashtëzakonisht shumë mirë, kështu që mendoj duhet ta shfrytëzoj këtë pjesën, edhe patjetër që duhet na bëj krenar të gjithë si neve dhe shtetit Kosovës, kështu që mendoj pse mos ta arrim këtë histori me anë të Kosovës pak. Një nga dy skuadrat tona patjetër do të jetë në botror, mendoj unë. Siç kanë rrethanat, po patjetër që koeficienti i vështirësisë është kundra Turqisë, po tani do të presim të shikojmë ndeshjen. Zoti Birja, Kosova u pranua në FIFA në vitin 2016 dhe tani është shumë pranë botërorit. Si shpjegohet kjo rritje kaq e shpejtë? Po shiko, Kosova dhe brezin e ka jashtëzakonisht shumë mirë. Ka një brez që ka një kulturë që është rritur në për klub europiane dhe këtë gjë përcjellën edhe në futbollin e Kosovës. Ka një trajner shumë ofensiv, një trajner punëtor, një trajner që luan çka për diçka dhe jo të jetë i kalkuluar në çdo moment. Kështu që mendoj kjo gjë është pozitive për shtetin e Kosovës dhe për Federatën e Futbollit Kosovare. Kështu që mendoj këto janë disa nga arsyet mendoj. Plus edhe janë një kom që janë një shtet që duan goxha futbollin, që jetojnë në futbollin, kështu që kjo pjesa i besoj se i kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë të rrisin këto hapa dhe këto shkallë pak më shpejt se ç'është mund. Nëse Kosova arrin botërorin dhe Shqipëria jo, a duhet të bëjmë një analizë të thellë për mënyrën se si po zhvillohet futbolli ynë? Po shiko, e rëndësishme jetë të shkoj Kosova atje, pastaj patjetër që të bëjmë. Ne besoj se për ekimin tonë kombëtar do të ketë filluar analiza, sepse ne nuk kemi më asnjë lloj shansi të paktën për të botror për të shkuar, që unë besoj se kam filluar analizën me ekipin tonë kombëtar. Uroj shumë që djemtë e Kosovës na bëjnë krenar dhe hyjnë në historinë e klubit tonë. Kështu që nuk e di, shpresoj shumë që të jetë një ndeshje sa më fort dhe më e bukur sot për të shijuar, dhe tani ngelet vetëm për të prit dhe për të shikuar se si do të shkojë ndeshja, sepse realisht me një Kosovë në këtë formë dhe me këtë moral dhe me këtë entuziazëm patjetër do jetë një kohë shumë e fortë për Turqinë. Po tani ngelet vetëm për të parë se si do të zhvillohet ndeshja. Zoti Birja, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën edhe mundësinë të zhvilloni këtë intervistë me neve. Faleminderit ju, e kënaqësi. Gjithë të mirat.